ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë e falenderojmë për këtë falë dhe udhëzime kërkojmë. Salavat dhe selamet për shëndetit më të mira mbi më të mirën pejgamber, mbi Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave të rregullta të ditëve të shtuna, ku jemi me vargun të cilën kemi filluar mbi veprat edhe punët e brendshme, punët e zemrës. Kemi marrë një varg veprash të zemrës, të cilat janë të rëndësishme, dhe në ligjëratën e javës të fundit e morëm dhe filluam veprën e zemrës, e cila është ndër veprat më kyçe, më themelore, edhe thamë se në këtë vepër do të zgjerohemi pak më tepër që ta shohim se çfarë ka të bëjë në vlerën dhe rëndësinë dhe peshën që e ka kjo vepër në veprat e tjera. Dhe kemi të bëjmë me sabrin, me durimin. Durimi, disa prej dietarëve dhe të parëve të muslimanëve dhe kanë ardhur transmetimin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se durimi është gati gjysma e imanit. Edhe a shohim sot me lejnë Allahu te bareke ve teala definicionet dhe përkufizimet dhe përcaktimet e sabrit, se një varg veprash të moralit, shumica prej tyre janë sabër, veç emrin e kanë ndryshe. Do ta shohim sot me lejnë Allahu te bareke ve teala se shumë pjesë të imanit, shumë pjesë të veprave të cilat ne i bëjmë si musliman apo duhet t'i bëjmë dhe janë prej vlerave të mira, krejt janë sabër, mirë po e marrin emrin nga një lloj formati apo kallapi i caktuar i asaj vepre. Andaj do të shohim me lejnë Allahu te bareke ve teala se durimi, sabri është pjesë shumë themelore për besimtarin për ta mbajtur në ekuilibër imanin e vet. Në ligjëratën e parë filluam të shpjegojmë fjalën e Allahu subhanahu wa taala në Kur'an se ne e kemi krijuar njeriu në vështirësi. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Ne kemi krijuar insanin në zorr, në vështirësi. Dhe përmendëm se kjo vështirësi, siç e përmendi këta Imam Qurtubiu rahimahullah, se kjo vështirësi nuk kalohet pos me durim. Madje thot Imam Qurtubiu se insani pisit dalën në dunja deri në pafundsi. Nëse nuk i shkel kama në xhenet, Allah na bof nasib, vujtjet nuk i nalën. Dhe përmendëm atë zinxhirin e gjatë që përmend Imam Qurtubiu në tefsirin e tina. Sot do të vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala në sharimin e durimit, para se të kalojmë te vlera, ajete dhe hadithe dhe fjalë të ulemave se sa është e rëndësishme për besimtarin që të jetë i furnizuar me durim edhe me sabër. Ta shohim një herë çka është sabri. Pra ta zbërthejmë një herë si përcaktim, ta ndajmë në mënyrë të qartë se që kjo sabër, që kjo nuk është sabër, apo kjo është sabër, kjo është sinqeritet, kjo është sabër, kjo bindje, sikur që i morën disa prej veprave të tjera në këtë varg të veprave. Përfunduam në ligjëratën e kaluar tek disa prej ajeteve, sikur që përmendëm surën Al-Insan, ku thot Allahu te bareke ve teala wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Allahu i ka shpërblyer disa prej besimtarëve me xhennet për shkak sabrit që e kanë pas në këtë dunja. Pastaj përmendëm disa prej tefsireve në këtë ajet. Thot Imam At-Tabari rahimahullahu taala, thot në definicionin e sabrit, sabri është frenimi i egos edhe i shpirtit edhe i nefsit nga gjërat që i do, dhe ndalimi i egos për dëshirat e veta. Pra sabri çka është sipas Imam Tabariut, është që ta nalësh veten që ti bashku kiqef. Çdo frenim në dëshirat e tua i thojnë sabër. Përndryshe, nëse njeriu e merrni, do ta shohim pastaj me lenin Allahu te bareke ve teala, sikur që do ta përmendë Muhammed el-Ghazali, se ka mundësi njeriu lodhët dhe pi përjasht duket se po ban sabër, por është duke e bën një punë shka ka qef. Djersitet, lodhët, nuk hek dorë, këmbgul, dhe dikush thot shumë sabërlia. Jo, sa e qefiti jo. E ka merak ata. Një njeri që ka e ka një merak dhe në ta lodhët, nuk thuhet ato ba sabër. Ka mundësi për shembull dikush e do një punë, dhe ajo punë kërkon shumë vështirësi, shumë lodhje,
Pra shumë sabër. Nëse dikush duron në zbatimin e kësaj vepre, edhe ajo vepër është shumë e dëshiruar për ta, nuk i thuhet se ato bë sabër. Ai o të bë sabër, por nuk e merr këtë vlerën e cila ka të bëjë me sabrin, i cili në realitet është gëlltitje e hidhësijës në ata çka ti e vepron. Andaj thot Imam Tabari se çështja e sabrit është ta pengosh vetveten çata shakim rak. Nëse ti nuk e nal veten bash aty kudo, atëherë përndryshe nuk quhet sabër. Për definicioneve që kanë ardhur në çështjen e sabrit, kanë dhënë disa dietarëve dhe këta i ka përmendur këtë Ibn Qayyim al-Juzeyy në Madarijus Salikin, pastaj ne do të vim prap te tri shkallat e sabrit që ka përmendur Ibn Qayyim al-Juzeyy nga Al-Harawi. Disa dietarë kanë thënë, sabri është ta pengosh vetveten nga gjërat që nuk janë të mira, të cilat nuk të vinë ti i mirë. Pra nuk të vinë ti i mirë me inal. Por shembull njeriu i ha ushqim apo i pijet në diçka, edhe tani do me vazhdu edhe pak ma tepër, me e të vruhe, mbash dëshirën më të amël, nëse nalët, që ti i thojnë, me sabër e kanal. Mu për këtë asyje, kanë dhënë disa dietarë, durimi është, ta frenosh vetë vetën, që ati ku të vjen ith, pro të vjen ith me nal, ta ndalësh gjuhën nga ankimi. Pro, kini dhimt dhe nuk ankohesh. Që kjo mos ankim është sabër. Apo, andaj, do të vim pasaj se Ibn Qayyim al-Juzeyy ka nda ankimin dy lloje. Ankim të Allahu dhe ankim pi Allahit. Çish i bie ankim të Allahu? Për shembull, Jakubi alayhi salatu wassalam kur e ka humb Yusufin alayhi salatu wassalam, çfarë ka thënë? Ka thënë inma ashku bathi wa huzni ila Allah. Un këtë dhimbje që e kam ja paraqes Allahut, te ai ankona. Ama çka i bie mu anku pi Allahit, me fol me një njeri se më ka ndodhur çështu për një vështirësie, ti e anku këtij njerit pi Allahit, sa ajo sprova pi Allahit. Kështu që ka dallim mu anku te Allahu dhe pi Allahut. Do ta shohim pastaj me lein Allahut te bareke ve teala. Pra durimi çka me ul me frenu gjuhën nga ajo çka të shtin mu ankue. Pastaj wa mukabadatul ghusasi fi tahammuli, dhe me u përpjek për me te i kalue hidhësin gjatë bartjes të asaj sprove. E ki një vështirësi dhe ti përpiqesh me e kalue dhe e mban këtë vështirësi. Që ki operacion quhet sabër. Pas e ka thënë wa intidharu al-faraj inda aqibati, edhe me prit që kur të kryet që kjo koha e vështirësisë, vjen e mira në fund. Dhe kjo nuk realizohet po në dunja. Se besimtari bën sabër punë të mira, edhe bën sabër mos me bë haram, që me fitu xhenetin. Allah na bof nasib. Kjo nuk vlen në ahiret. Se në ahiret për shembull nuk i thot Allah i kërkujt bën sabër tash. Ja s'ka bën sabër. Allahu gjithë thot isbiru aw la tasbiru, sawa'un aleikum. Ditën e Kiametit ju thuhet njerëzve, sidomos atyre që hin për në xhenem, do të na rujt, aty ju thuhet tash bën sabër, mos bën sabër, nuk ka puna jote më. Nuk ka puna jote më. Për këtë arsye sabri është i përfituar vetëm në raportet e kësaj bote. Gjithashtu, prej definicioneve që i kanë përmendur dietarët te çështja e sabrit, kanë dhënë disa prej tajarru'ul mararati min ghairi ta'abbus. Kanë dhënë ta gëlltitësh hidhësin pa e prish fytyrën, pa i mrol vetullat, që kjo sabri. Apo, andaj ti e gjenë plot për njerëzve, e llogarit vetën sabërli, mirë po ti e shes pi fytyrës ati, pi vizatimit fytyrën e ti, se su sabërli aj. Pra aj e ka ankesën në teh gjuhës. Kjo i jep shenja në fytyrën e tina, në gjestet e tina, e kështu me radhë. Ti i shen njerëzit për shembull që llogaritën që bojnë sabër, dhe vini re vëllezër, kemi sabër vullnetar edhe sabër kur ti s'ka vet. Apo, nëse ti dikush të lidh durt, a ti thu unë jam të bë sabër, po hajt mos ban, ti shibe mos me bë. Po s'kish ka bazës, nuk futen ato. Andaj Ibn Qayyim e çka thot, kur ka njëri zgjedhje, edhe bën durim, po nëse ti mundesh me zgjidh durt, edhe i mat çështu. Për shembull, ta kuptojna. Ti merr tekbir, Allahu Akbar, edhe lidhësh namaz. Durt zgjedhta janë. Çka i ban mi majt lidhta? Pse rriti çështu? Se je namaz. Ti ban sabër të të nesh namaz, por jo që ti s'ki zgjidhje, ti mundesh
me dal për kësaj skene. Mundesh me dal për këtij roli. Andaj kur ki mundësi me dal, i thojnë ka bo sabër. Kur s'ki mundësi me dal, s'ka sabër. Nuk llogaritet se ka bo sabër. Andaj shumë njerëzve këta e ngatrojnë. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyri, disa dietarë kanë thënë se gëlltitja e hidhësisë pa e prish ftyrën o sabër. E tani vëllezër, matë neve kur na kërkohet sabri, edhe këshira vetëm pasqira ai do bo sabër, a tu duk se do bo sabër. Por shembull ti e çmend kët familjen për një sprov, edhe në fund thu, inshallah Allah in Allah ma sabirin, Allah ja më durimtar. Po ti e bën mo, ti e bën ka trahurën, çllin sabrit do vol. Sa njeriu vëzëri ban një varg problemesh, edhe në fund thot, hajde inshallah sabër. Sabri janë kur ti ki mujt me vepru edhe s'ki vepru. Kur ti e ke provue, hajduti kur e ban kët planin, edhe e zajn, nuk thotaj, hajde inshallah sabër tash. Çka more sabër kanë zon. U kriki mohabeti jot. Por këtë arsye vëllazër, kur ti je në zgjedhje të lirë, ki mundësi me vullnetin tanë me ndal një punë, edhe nuk e ban, ata i shkruhet çfarë? I shkruhet sabër. Sikur që ka ardhur hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë alaihi salatu wassalam, kur e ban robin i të mirë, Allah është problem me 10. Mirë, kur e ban planin me bani të keqe, edhe pastaj vini re, i kujtohet Allahu, ai mundet me vazhduar. I kujtohet Allahu, ai mundet me vazhdu. Po për hir të Zotit nalet. Çka i thot Allahu subhanahu wa taala? Shkruajani të mirë. Ku është e mira këtu? Se ki kur gjos bani, ki e pat plan me bani të keqe, unal shkruajani të mirë. Pse më ja shkruajni të mirë? Se bani sabër. Se pat mundësi me vazhdu, tërheqje pat drejt veprës të keqe dhe unal. Që kjo vepra nalu, që kjo është Allahu subhanahu wa taala, ja shkruan për shembull prej durimit i cili është vepër e mirë. Andaj për shembull, nëse njeriu vëzër ka mundësi me shikuni gruaj haram, edhe ul shikimin, a vepër e mirë? Është vepër e mirë. So ke bo sabër. E njeriu për shembull ka mundësi vëzër me bo zina, edhe s'ban. Pse Allahu subhanahu wa taala ka përmend Jusufin edhe ngjarjen e princeshës? Se Jusufi ka mujt me bo, po s'ka bo, por se ajo ka llogaritë e mirë. Ama më kanë njëri për shembull, me paskon Jusufi alayhis salam ose një rast tjetër. Me kanë për shembull njëri, me thanë, e kum pa një çik 20 vjeçare, e ka provokuar një 95 vjeçar. Ama ai plaki snike. Çka ka mendin ai plak, 95 vjet i ka. Nuk i llogaritet shumë atina, apo? Jo rastisht e kundërta, por çemu ka thënë pejgamberi alayhis salam, ditën e Kiametit, Allahu nuk e këshir plakin zinaçar. Ti se këshir. Dhe kjo është argumenti i dhërimit. Pse nuk e këshir? Se ti edhe plaki je, edhe ke bozina, ti as fuqiski, as takatski, a këne tenton me bozina. Andaj, sabri, thot Ibn Qayyim al-Juzeyri, sipas disa prej ulemave, është ta gëlltitësh hidhësin duke mos i ngrys vetullat. Ti je stabil. Sikur është ndodh diçka e amël. Allah na mundsof ya rabbal alamin. Nëse sabri vëzër, dhe përmendëm gjëratën e parë. Pa sabër jeta sec. As familja s'mat, as evladës nuk edukohen, as namazin s'u ban, as agjerimin s'u ban. Allah na mundsof me Ramazan. Kur gjon s'u ban, ket me sabër ban. Kret ato çka bin gjuna dhe bin gabim dhe bëjnë skena të këqija në jetën e vet, ato pi mos sabrit i kanë bë. Sa ai me pas lexue pasojën çka i ka bëu gjunaj. Para se me bë, thotë Ibn Qayyim al-Juzeyri, veç me sabër e ke zgjidh. Ka dalë pak prit, pastaj e kishte zgjidh problemin. Kjo është njëra prej definicioneve që kam përmendur dietarët në këtë kontekst. Thotë Ibn Qayyim al-Juzeyri, disa dietarë të tjerë kanë thënë, sabri është të ndalësh me belan bi husnil adab, me edeb të mirë. Apo, nga se kaderet janë dy lloje. Sikur që ka thënë pejgamberi alayhis salam në shtyllën e 6 të imanit, çfarë ka thënë? En tu'mina bil qadar. Ti besosh kaderit. Kaderi sa llojo 2, khairihi wa sharrihi. Këtë dunjaja dhe filozofia, komplikimet, këtë që ndodhin, këtë bin dy kadere. Khairihi, sharrihi. Ose khair, ose sharr. Mirë, çish menaxhohet kjo? Khairi, këtë e din çish menaxhohet. Zengini me 1 milion euro, sabërli i madh është. Çfarë sabërlie? Këtë miri ka punë. Ti kur ato hec mirë rrjedhoja e begative, ti normal që i të bëj sabër se je të shkuën drejtim me lumin. Je të shkuën në rrjedhën e njëjtë të rrymës. A me shku të kundërtën? Andaj shikoj që ka ndonjë dietar. El wuqufu ma'al bala
bi husnil edeb. Kur të vene belaja, pra kaderi shërrihi, ti nalësh sikur me kanë të arë një kaderi mirë, se ti ki edep me Zotin e madh te bareke ve teala. Andaj dhe njëra prej definicionet cila është që kur të vene një bela, kur të vene një sprov, njeriu me pas me Zotin e vet te bareke ve teala edep. Apo me thonë, jo më njerë, qa u botash, pse e ndrojtash, ose ka erdhë kjo, ka dale, që tash lipët sabri. Apo, andaj, të ndalosh me belan, me të këqijat, në trajtim dhe raport ndaj këtyre të këqijave me edep, bi husnin edep, me edep të mirë, që kjo është sabër. Disa dietarë kanë thënë, el maqamu ma'al bala bi husni suhbati kel maqami ma'al afia. Kanë thënë sabër është që në raport me belan ta shoqërosh këtë kader sikur që e shoqëron kur je mirë. Pra Zoti çon të mira, ti je s'ka më të mirë se Zoti. Apo njerëzit thonë kur ju çon evlat, kur ju çon pasuri, kur ju çon të mira, këtë në rregull, Zoti i madh. Apo e thoni varë me shumë shiqir Zotit. Edhe ata të mohit që se njohin kur xhamin, edhe ata e thonë një fat kësi lloj mirënjohje me gjuhë. Mirë, nëse ndron vjen me vështirësi kaderi, vdes dikush, ta çoni bela, ta çoni sprov Zoti i madh te bareke ve teala, ta turbullon diçka nga jeta jote, atëherë që tash vin sabri. Ja Rasul sallallahu thot inna Allaha ma'as sabirin. Do të vinë të ajetet, Allahu me sabërlit. Se dhe zërë, ajo gëlltitja, ajo frenimi në goditjen e kaderit, a mund të veç Zoti i madh e di për shumë çka atu ndjejaj. Veç Zoti i madh e di çka atu ndjejaj. Andaj në qatë ndjenja, nëse ka frenim, edhe e nal gjuhën, e nal vetën, nuk kanë kohët, e pret zgjidhjen e kësaj pune, atëherë kjo llogaritet sabër. Disa dietarë kanë thënë kështu: durimi është ta pengosh vetveten dhe ta ndalësh çaty ku Zoti të ka bë farz. Ma umir të bi. Ku të ka urdhnu Zoti, që të ka urdhnu mu fal, Allahu akbar, ki mu nal. E kjo sabër. Shikoj vëzër ata që kanë problem për shembull në balancimin mes farzeve edhe dunjajës. Ku mu farë, thotë do gjose mishteria ba qatërëve. Ka dalë sabër, nale, më shëllë dyqanin, falu. E që me bëpu, sabër, sabër se zbat kiameti. Andaj, kitë munges sabër jo. Se me pas sabëraj, e nalë dyqanin 5 minuta, 10 minuta, 15 minuta, mësë një shqitë më rëdër sabah, mësë nalë. Ama njëri qëfar banë, që ato dakika im ledhët, apo, andaj, zakonisht njerëzit kanë problem kur vinë në te, edhe kjo. Andaj Allahu që kërë e kalmin namazin e gjumas, fër ka thënë, kur thirët namazin i gjumas, fedharu lbeja, nale, atë trektirë. Dhe kjo vlenë dhe zërë për namazet e tjera, vetë se namazet e tjera kije hapsir me e falë edhe pak ma ndej e kështu më radhë. Andaj, ta pengosh, ta nalësh vetën, te farzi i Zotit, që kjo sabër. Dhe, qëfar? Ta vuash, qëfar? Adhurimin. Qëka është ta vuash? Të përpiqësh për ta nalë vetën në adhurim. Por shemë dhe zërë, Allahu gja kërë ka përmen namazin, Kur'an, si e ka përmen? Wa inneha le kebira. Namazin e Iran. Namazin e Iran dhe zërë. Me ka namazin e lejt, shumica dunjas falen. Po fatë këtësisht edhe ata që ka deklarohen musliman një numër i madh, nuk falen. Pse inneha le kebira. Aja punë e rana. Punë e rana ti në këtë të lovit të dunjas të nalësh mu falë. Mirë po ka përjashtu Zoti illa ala al-khashi'in. Ata që ka janë të përullur e të përvesht për Zotin e madh te bareke ve teala, këta se kanë të madhe. Madje këtyre ju kalon knatësi. Nëse ka përpjekje të vazhdueshme, derisa bëhet karakter, derisa bëhet lehtë, derisa bëhet knatësi, derisa thotë Ibn Qayyim el-Juzeyy, vun njëri mos mu fal. Ama këtë është procedurë e cila zbahet për një ditë. Andaj, ta përjetosh këtë vujtjen dhe përpjekjen për adhurim, që kjo është sabër. Pastaj ka thënë, edhe sabri gjatë belas kur ti kije lloje të zarareve. Kije lloje të zarareve. Që ki diska, për shembull, ti nëse nalësh, dëmtohesh, ama ti e nalë vetën.
Apo, për shembull e sheh se mundesh me 2-3 korrupsione të vogla mi bodo pare. Dhe ti si ban? Ti dikush thot, he bodalla, për merri o vlla, merri sabri. Për 2 dakika korritesh. A ka korrit? A keni pa njëri që për shembull procedur 60 vjeçare ka korrit? Jo, 2 minuta e korrit më. Ibn Qayyim el-Jauziyja thot, për pak gram apo mililitër ujë zinaçari e hub ftyrën dunja në ahiret. Për sa I duhet vëllezër? A ishin këtë tasim? Jo për çka ujë. Kjo është shumë vëllezër. Kjo është shumë. Për miligram ujë për t'i zbraz nga trupi I vet, zinaçari amorali e hub dunja në ahiretin. Apo, nëse e komentojmë fizikisht çka I bë, me nxjerr do ujë pik këtu. Ama as zina ajo është jo e lidhshme. Çka ju ka dashur? Pak sabër, dalu prit, sabër po. Për pak sabër thot e ka hub edhe dunjan, edhe ahiretin. Apo, andaj vëllezër, nëse I zbërthejmë gjërat, do ta shohim se sabri është ose në farz, ose nëse ti ke një zarar. Pra një zarar nëse baj sabër, sikur që e përmend në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur 2 njerëz janë kon bashk, edhe njëri e ka këshilluar tjetrin se shumë marra të ardh. Nuk ban më kon që ka që marrë li. Apo, edhe pejgamberi sa me ka ni. Ka thonë për çka I të qurtu? Psa I turp shëma. Ka thonë le, po I turp janë për imanit. E kim patë e na, ndodhë shpesh vëllezër. Njëri ka një farvlere, ka një virtyt, shkojnë që atë virtyt ja luftojnë. Apo, thotë nuk ka mirë me respektu këtë njerëzit vëlla. Nuk ka me respektu e mirë me majtë lidhet farviznore. Nuk ka dhe nuk ka, atë virtytin ja lufton. Sikur që duhet me janë nëzit virtytin, ka njerëz për shembull që sikur që ka ndodhur në kohën e pejgamberit alayhis salam. Ka thonë, thot Abdullah ibn Omeri, ai sikur pithonte, o ato të bën zarar marrja. Apo, sikur ti të shohim njerëzit. O gjë thot pak, pa ja bë kështu, badiava. A badiava, e kjo ku jet kjo? O kjo a kpucë është ta? Ftira a kpucë a? E njerëzit vëllezër kur dalin mbi shtëpi, ai lajn ftirat në shtëpi, ai mori me veti. E mori me veti. Nuk ka vepër që nuk vizatohet në tir. Andaj do Sheikhul Islam Taymiyah rahimahullah kur e kanë pyetur Sheikhul Islam Taymiyah, I kanë thënë, pse ndodh që disa prej ju muslimanëve më kanë të heshëm, të bukur, të hishëm, kanë jeshi. Apo, dhe kjo ndodh. Edhe sot për shembull, mund me ka një pabesimtar shumë fish më I bukur se sa një musliman. E kanë bërë Sheikhul Islam, pse ndodh kjo? Sidomos te arabët, se ka qenë arab të njohur për anim nga ngjyra pak mazëshkan, ndërkohë që ata të tjerë kanë qenë më të bardhë, sidomos në syt I kanë pas më të kaltërt, e arabët I kanë pas më të zi. E kështu me radhë, dhe thotë Sheikhul Islam Taymiyah, kjo është e vërtetë se kjo krijimi I Zotit. Zoti ka kriju ata. Thotë mirë, po nuk matet me ket. Matet me kafuni. Nga funi thotë për shkak veprave këtë nxjehen. Këtë zi bon. Andaj vëllezër, shiko, Allahu xhallat nxjerr flet bardh. A më këshire pasaj vepra që ka I bërë? Me ta pru ti në dunja ma të mirë ngruje që ka egziston në ruzull. Ma e heshmja, ma e bukura. Me qka mujna për shembull, me një fjal, me ta nëzitin në siretin tanë, në trunin tanë, një njëri I ndershëm, edhe I thonë që kjo ma e bukura në botë. Së në këshirë diherë. Në regull, me qka kishmi mujt një njëri ndershëm, mi abo me thanë për shembull se nuk ashtë e mirë. Ndërkohë që ajo është shumë e bukur fizikisht. Çka I themi? Mjafton mi thonë kjo lavire. O kri, lavire. Lavirllëki e nxin ata deri në atë nivel çka ti kit çato syrete të mira çka ishte ajo, tash në çat moment ishe më të këqija. Pse? Se kur ti ja gjun kët, me anën e lavirllëkit aty, do çam duhet kjo? Jo lavire. Andaj do shiko, njeriu mundet me pas fizikun e mirë, trupin e mirë. Allahu xha kur I ka përshkruajtur munafikat në Kur'an ka thënë, ato trupat këtë mirë I kanë. Khushubu musannada, si trunga, si plep. 500 ves livriç aty. O më plep. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala, për shembull, në luftën, në një prej luftrave janë qenë duke ndejt sahabët, edhe Ibn Mes'udi a ngjit me një dru. Edhe ka qenë shumë I holl, shumë I zaif, ka pas kam shumë të holla. Dhe disa sahabi kanë kesh, ka thonë çfarë kam paska. Pejgamberi kur e kanë ka thonë, çka? E ti kesh me kam të Ibn Mes'udi da. Këto janë më trona se Uhudi.
Sepse kriteri me të cilin të matë jo nuk ka të Allahi. Qka ti si muskullin ne e ka bo? Qa do me kalzu me atë muskull Allah? O t'ja i tutësh Allahit? A i ki frikë Zotit? A e falë namazin në gjami? A i falë sabahin në gjami dhe jatësien? Jo. Po i muskull Allah së për shesh nuk asë për kur gjo hiq kom shefet ikon se marra me kalzue. Por këta sy më varti me qka e matë. Apo Nuhit alayhis salatu wassalam i kanë thonë populli vetë, që i kanë thonë? E nu'minu leke wa attaba'aka al-ardhalun. Qysh me të ardhë në ty mas, qysh me të besu në ty, o Nuh alayhis salatu wassalam, kur ti njerëzit e lig, njerëzit pa vlerë të vinë mas. Komentatorë çfarë kanë thonë? Kjo fjala njerëzit pa vlerë të vinë mas, kush i ka shpall ato të pa vlerë? Kriteri gabumi aty në. Sa do ka thonë këto njerëz pa parë, pa kur gjon dunia, po më kallzojnë këto se bi besojnë Nuhit alayhis salatu wassalam. Allahu xhallahu tha, po hajt ta shohim anije. E kur të vjen në fundin. E kur të hipin anije, e kur të qartët deti, atëherë shohim se kush ka kon e radhiluna, kush janë njerëzit e lig. Andaj çka i tha Ibn Mesudi? Çka tha për Ibn Mesudin? Tha wallahi këto miqit në peshore marran se kodra Uhudit 7 kilometra kodër. Pse? Se imani shka në të Ibn Mesudi. Një ditë për ditëve një gruje për grave të pejgamberit alayhis salatu wassalam e shlën një fjalë për një gruje tjetër pejgamberit alayhis salatu wassalam për Safijen. Safija ka qenë ish jehudike, baba jehudi. Apo edhe si nervoz i del kësaj gruje të pejgamberit alayhis salatu wassalam, thot hadhihi al-yahudiyya. Kjo jehudike, jo në kuptimin e tekfirit qafir me bo, neudhu billah. S'ka ndodha e zë gruja e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Mirë po, sikur e thirë me dikan me ish kabilën. Atëherë i thot pejgamberi sa çështu i ke thona? Po, një muj ditë të foli. Kriteri me të cilin të punua sa në rregull. Andaj e ka çortue. Sikur që e ka çortue Usama ibn Zeidin radhiyallahu anhuma wa ardahuma, kur ka ardhur për atë grujen me bosh shefat, për nësë me aprej dorën se akon për fisit madhë, Kureshi makhzum, fisin ma i nalt. Edhe që i ka thonë Usamës? E të shfa fi haddin min hududillah, ti e të bom mësit për me pezullu e një listë Allahita. Edhe i ka thonë Usama, istaghfirli, ja Rasulullah, kërkoj fali Allahot për mua, ja Rasulullah. Pse? Se, qiko, kitë është të qështja e kriterit. Andaj, qështja e sabrit, kanë dhënë disa dietarë është që ta frenosh vetveten sabër në adhurime dhe ta frenosh ata kur ka të këqija. Ndërkohë që njëra nga më të definicionet më përkufizuese dhe më gjithë përfshirëse për sabrin, cila është se disa dietarë kanë thënë, sikur që ka vënë këta Ar-Raghib al-Asfahani, ka thënë habsun nafsi ala ma yaqtadi ila aqli wa sharr. Ka thënë sabri është ta ndalësh vetveten në kërkesat e logjikës së shëndosh dhe shariatit. Që kjo sabri? Pra kur thoje shariati nalu, që kjo sabër. Kur thoje menja nalu, që kjo sabër. Apo, andojse nëse e kishmi zbërthi shpalljen, shpallja kujt i flet? Mendjes. Apo, e ti me menja e kupton. Mos me kon mendja, ti së në sheh, së në kupton, së në nxjerr asnjë dispozit. Andaj, logjika e shëndosh, edhe shariati kur të thoje nalu, edhe ti ndalësh me çdo dy rregulla, ti je duke bë sabër. Thot el-Munawi, sabër është el-quwwatu ala muqawamati al-alami wal-ahwal. Durim, sabër është një lloj fuqie që e ka njeriu në shpirtin e vet, brendin e vet, për t'i bërë ball dhimbjeve dhe gjërave të rrezikshme. Apo kur ti ki një kuvet, një forcë, një fuqi të brendshme, dhe me këtë fuqi shtinhesh me dhimbjet. Apo shtinhesh me dhimbjet dhe me gjërat të cilat janë jo të këndshme, janë rreziqe. Kur ti shtinhesh, që kjo të bë sabër. Që kjo është duke bë sabër. Disa dietarë kanë thënë, sabri është ta ndalësh veten aty ku Zoti ka thënë ndalo, në adhurimin e Tij, duke e ruajtur këtë adhurim dhe duke e pasur kujdes për sinqeritetin në ta dhe duke e zbukuruar ata. Pra kur ti miresh me adhurim, e ban ata, e ru sinqeritetin, e zbukuron, e kujdesesh për ta, që kjo kanë thënë, që kjo proces është sabër. Disa dietarë kanë thënë, sabri është ta ndalësh vetveten karshi gjunaheve.
Dhe gjunaat për të ndalë kanë nevojë për sabër. Dhe për shembull, njeriu për të ndalë vetëm mbi zinaj, i duhet sabër. Mos më shkon kazino, i duhet sabër. Për me bëu gibet, i duhet sabër. Apo thotë Abu Hamd al-Ghazali, shumica e njerëzve i lajnë madhmada. E di çfarë madhmada? Kur merr abdes, e merr ujin dhe e shpërlan gojën. I çesoj thon madhmada. Sa arabat i vënojnë disa emra mbas televizës, kur ti e lan, kur merr abdes, edhe e lan gojën tënde, i thon madhmadahu. E ka lëviz ujin andaj këndej. Thotë Abu Hamd al-Ghazali, në shumicat e mexhliseve madhmada është mishi i njerëzve. Mishi i njerëzve. Gjenë ti në mezhlisve, zë qëtë të veqa jote, e ke pi me dikan një kafe, asë një njeri si ki bo kibet. Shumë rana. E ke pi një kafe në dikan, 5-6 vete një mledh, kini pi qaj, kini pi kafe, aty asë një njeri së kanë që sështë aty. Ki dalë ti me një dëst. Edhe sikur që fizikisht jeni dy, edhe u ka kry me dy. E Muhammed Ghazali shumicet e razës kjo mustahilo, shumë rana. Pse? Se njerëzit nuk durojnë edhe zë. S'kan mundësi. Sa të janë isa vëdhon filani, allani. S'ka dhe çka të bëjë muhabet. Wallahi mja u mor njerëzve gibetin. Do të më mshël çajtorët. Do të më mshël, se shkon për kafe aty. Ai shkon për diçka X dhe Y tjetër që s'ka të bëjë me ata. Kiç kjo edhe për me. A e di sa vështira, thotë Muhammed Ghazali. A e di sa vështira, mos me bëu gibet. Jo te avami, to xhallart. E Muhammed thotë te xhallart. Provoje. Më thujnë gjatë gibetit njerëzve, a be që kish ka një të folë për ta, nuk ka këto. Mos folni për ta. Thotë ki mu ba edhe ti i urrijër të ta, sikur që është i urrijër aj për të zënjan të folë. Më një thënë, aja nisë të ja. Që kjo problemi madhë. Kitë kjo lezër me në gjohet me sabër dhe me rujt njeriu gjuhën e vetë. Ka nda disa djetarve, durimi është ta pengosh vetë vetën në raport me gjunahat dhe ta përforcosh në shtyrjen me epshet e tua, duke qenë i kënaqur me qadan dhe qaderin e Allahut. Apo, për shembull vëllezër, njeriu vëllezër ballafaqohet me epshe, ballafaqohet me gjunahe, ballafaqohet me qadan e Allahut. I jep Zoti dikujt më shumë, e dush me gëlltit, tha. Zoti ja ka dhënë atina. Zoti ja ka dhënë, çka kiti me ta? Apo, andaj qoftë kjo pasuri fizike, qoftë ajo pasuri nami, qoftë ajo pasuri bitë Israelit, nëse problemet gjithmonë janë dy vëllezër. Dhe këta i përmend Kur'ani, ka përmend Sheikhul Islam Taymija rahimullah, kemi përmend në fillim të tafsirit. Kur'ani problemin pejgamber qafira në dy pika e ka rrumbullaksuar. Pika e parë, mosdia. Nuk e di që o pejgamber. Kjo është një lloj njerëzve. Dhe pika e dytë, nefsi të në, egoja e tëre. Wadda kathiru min ahli al-kitabi law yaruddukum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haq. Thot Allahu subhanahu wa taala, shumë për jehudive dhe të krishterëve kanë qef ju mu bo qafira, musliman që ka jeni, me dal qafira mu bo si ata. Arsyeja nga zilia që kanë shpirtat e tëre. Qëtër arsye? S'ka. Nëse do dikush, a ka mundësi këto nuk e din se këtë i kalimin nga në islam në qëtër fe nuk kanë regull, Allah ja ka hek këtë shibe, ka thonë min ba'di ma të bejen. Ati nuk ka hek kjo shibe, ata e din. Andaj, gjitha problemet dhe mos marveshjet qoftë mes pejgamberëve dhe atyre që zbesojnë, qoftë mrena muslimanëve, janë dy lloje. Ose s'di, ose për inati. Dhe këta ka përmend Kurani. Në madje shumica e problemeve që se Allahu kur i bje pejgambert u a bje faktet 1, 2, 3, 1 milion fakte, atar çka jetë vetëm çështja e nefsit. E për nefsin ka tjetër trajtim. Apo ka tjetër trajtim. Ti mundesh me dal në pazar edhe me vet shitsin. Sa kushton kjo gota? 100 denar. Edhe thot dikush, a e di çka i bën 100 denar? Ka mundësi ki arpi jashtë. Edhe ti punon me lira apo me dollar apo me altan, ku e di çka. Edhe ai thot, unë nuk e di çka 100 denar. Ti thon në rregull, me cilën valutë punon ti? Me euro. Në rregull, me euro i bën 1 euro e kaç. Apo, s'jam të kuptu. Ka forma kur ta kuptoje se tamam e di çfarë sa bare bën. E di sa i bën 100 denar. Thot s'po du me ble. Të çka ka të bëjë? A ka drejt me thon dikush, o si keni kallzu sa bare bën? Po be keni kallzu.
Po thot si merr vesh dinar, ti kena kallzu me euro. Po ki me dollar, me dollar ja kena kallzue. Këtë metodët ja kena kallzue. Ja kena mat me grame, s'po do me ble. S'po do me ble, puna jote. Zoti Gjelle Gjelalu nuk e len kërkan në dunja që refuzimi i ti me qenë se ka ditë sa kushton. Nuk le Allah u gjerën në dunja ti me thonë se kam ditë sa kushton e vërteta. E ke ditë. Se kam ditë sa e rana kufri. E ke ditë. Mos besimi e disë sa e rana. E pastaj të le Allah u gjerën me nefsin tanë. A bedo as bedo? Apo do në me e marë apo jo? Andaj durimi në të epshe, në gjunahe dhe në kader dhe të kada, që kjo është sabër. Ka thënë Sufjan al-Thauri rahimahullahu ta'ala, ka thënë durimi është që mos të kallëzosh çfarë musibeti kije. Ha? Që do të sa rana? E do shpjegon pastaj Muhammed Ghazali ibn Qayyim Xhanegat. Se tash jemi vetë për me definicionet, sa kuptojmë çka i bie sabër. Ka thënë la tuhaddith bi musibetik. Mos kallëzosh çfarë musibeti kije. Mos kallëzo çfarë musibeti kije. A dhe njerëz s'mundën me thot. Tamam të ndodhe diçka. Alo. Kjo ndodh te gratë me shumicë, te burrat me pakicë, te ato burra që ngjojnë grave me shumicë. S'ka. Diçka mi ndodh, mi njerë. Alo. Shumë keq më ka ndodhur sot. Kjo çka i bë? S'ki sabër. La tuhaddith bi musibetik. Mos kallëzo që ki musibet. Kujt ti kallëzu? Thotë Ibn Qayyim Jauziye, i ankohet njerit pi Allahit. Po kush ta bëron isprovën Allahi? Allahi ta ka bërë isprovën ti insanit i thon, ai ti çam ka ndodhur. Ç'a të bëj ke ngratë, ç'a të bëj? Ai s'ka ndodhur kur gjë. Apo a kena hip në Allahu zoket? A kena hip këtë në aeroplan? Besoj shumica pe juve, po ato që kanë hip inshallah kanë me hip. Shkojnë çape edhe numrin e hax. Kur ti hip në aeroplan Allahu zot. Apo pilotët janë dy. Dy janë, një kryesor, një asistent. Dy pilota i ka. Edhe është dera e mbyllët patjetër. Këtu ka plot njerëz 250, 300, 500. Apo edhe din aeroplanit dhe njëherë mudridh. Apo piloti vesh të mbanë që të cilën lidhe rripin rregull. Apo ti këtu ban skena. E çi të po skena? Çi të po skena? Çka ki ndor? Hajde që zane u praftu krejt, atu u sill aeroplani. Mirë, dven një njeri tjetër e thot, mirë, çka ki ndor ti? Kur gjoma valla, veç po pse e du po valla kështu? Dhe shembulli i Zotit është më i madh. Kaderi është shumë i ngjashëm me aeroplanin. Ti o vëzëri në kader të Allahu Gjellë Gjellalu. Kur kush besa të dvet ku ka munale, ku s'ka munale. A mund është ti me thanë mit dis havaje? Ava, pilot nale se unë pëtu me zrip. Unë pëtu me zrip. Ku pëtu me zrip? Pa vë zbrit në të vija, na ku e kena caktu, ti s'mund është me zrip. Ava, jo, nuk ka autobus nale, jo. Shembulli i Zotit është më i madhi dhe më i lartë, përsa ta kuptuo dhe zërë. Na jetojmë kaderin e Zotit, neve Zotin e ka krijuar. Edhe ai na i ka caktuar rrjedhën e jetës. Apo, ti thunet që tu ka me pas shtëpinë, kush tha? Ti thave, po sa çashtu. Allahu thot: "Wala tadri nafsun bi ay ardin tamut." Asnjë njeri nuk e di ku ka me dek. Apo, asnjë njeri nuk e di ku ka me dek. As kur, as në çfarë rrethane, as çfarë toke. Këta këtë ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. E mirë vëzër, nëse ne pilotit që shpesh herë jo musliman i bindemi, pse komandën e ka, pas zri, pa i në tokë, ti së në zri, po i ndërum. Edhe ti dush me ba doa, o Allah, një mojt zri për kisë, në zri për më në këti, edhe unë e zripi. Pa ullë, kisë unë ullë në one, pas zbrit ki me selamet, a mund është me thonë kështu? Apo, kine të theje qafën, po unë i shala pështoj. Jo, s'kë mundët. Pas qara edhe aj mësë me thi qafën, mësë me thi edhe ti. Por këta është jo dhe zë kaderë shumë interesant. Aje diku në nalë, aje diku cëlla me e mira, por robi tutët. Kejt e din që s'ka ndorë kur gja, ama prap të ishe në aeroplan, se gjithë mund kur ka turbulenca, bojnë skena njerëzit. Piskasin e bojnë apo, e pse jetu bërtit, pse jetu klith? A e ki timonin? Jo. O pse jetu klith, Allah? Po që shtu a insani, dhe zër. Kjo është të aeroplani, po në tokë, dhe zër. Na për shiko, njëri ti ndodhë një musibet. E pse po bërtet? Që kjo e bërtit mja? A e ullë musibetin? Jo. Andaj ka thënë alayhi salatu wassalam, dy punë janë kufër, ama umeti nuk i le. Umeti jam ka thënë nuk i le. Njëra prej tyre cila vëzër, vajtimi.
Njëri ti ndodh një musibet, i vdes dikush dhe vajton. Mirë, ki vajtimi e trazon këtë? Jo, se trazon. Po pse po kanë vëlla? Jo, pse po kanë, po pse po vajton? Apo, se e kajtë më është e natyrshme, sikur ka thënë alayhi salatu wassalam. Andaj ka thënë Sufjan al-Thauri, mos kallzo çfarë musibeti ki. 2. Wala tuhaddith biwaj'ik. Dhe mos kallzo ka të dhimbt. Dhe mos kallzo ka të dhimbt. Çfarë dhimbje kije? Dhe njerëzit e zot nuk mundin me duru pa e kallzo dhimbjen, dhimbje ku e kanë. Dhe ka thënë e treta, sabër është wala tuzakki nafsak. Mos e lavdro vetën, mos e pastro vetën. Allahu thënë në Kur'an, wala tuzakku anfusakum. Mos e pastroni vetën. Mos thuj zakonisht njerëzit, siç thotë Muhammed al-Ghazali, ai cili i ban zemrat me dash dhe me urrije është Allahu i madh. A njerëzit çka thonë, s'ma din kadrin, s'ma din pozitën, s'ma din autoritetin. Po ka pejgamber që kanë ditë autoritetin. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith e Buhari, ka më ardhi pejgamber në ditën e Kiametit me 3 veta. Pikit popullit 3 veta i kanë besu. Një pejgamber tjetër ka marrë me 2 veta. Një pejgamber tjetër ka marrë me 1. Edhe vjen një pejgamber asnjë njeri si ka shku prapa. Këto pejgamber me 3, me 2, me 1 pa hiç, këto kanë kryer detyrën e vet. E kanë kallzuar çka duhet. Po njerëzit i kanë punë të veta, i kanë ide të veta. Xhenemi ti çish ka mu mbush. Apo andaj a duhet besimtari kur gjen pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Taif, budallët e kanë ndjek, a mund të para mendoj. Budallët e kanë ndjek. Budall. Omar ibn Khattabi radhiyallahu an kur e kanë vrarë në xhami. Tu fal, është i thikën. Apo Arabët e kanë pas besdi para islamit, që kur të vritet mos ta vrasë dëni kot njeri, po ta vrasë dëni i madh. Andaj Abu Jehli, Amr ibn Hishami, kur e kanë mbyt në Bedër, i ka kthy për mi qaf, për mi gjoks Ibn Mes'udi. Abu Jehli në qatë Abu Jehli në vet, si ka ardhi nati që e kanë vra, po kush e të vra? Sa e ka thonë Ibn Mes'udin që kur kush ish nuk ka. Apo, edhe ka thonë ja ruai al-ghanam, o të shoban i vogël, a ti mua i të mbra? Ka thonë, po unë e tyje. Ka thonë, a më ka thonë veç diçka, kush a të fitue? Ka thonë Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Edhe pastaj e ka ekzekutue. Arabët e kanë pas, nëse mbrat dikush le tjet, akrani jem, le tjet ai çifti jem, të vrase ai çka meriton çati pari jena. Edhe kjo ka një pjesë dërsa pejgamberi sa me ka pastruar, e ka largu këta, se nuk ka kjo xahiliet. Kjo është xahiliet. Apo atëra kur e kanë vra Omar ibn Khattabi radhiyallahu an, shikoj se çka do të thonë se komplet sistemi nervor, shpirtëror, zemror i Omar ibn Khattabit ka qenë veç Kur'an edhe Islam. Pyetjen e parë, kur a kthjell pit godit më strikës, pak para se me vdek, a çka ka bë? Çka ka fol? Ka thonë, a u fal namazi? A u falem? E di që e u nisa namazin, po se di që ka ndodhë, se e ka prej. Pyetja e parë, a u falem? E dyta, kur i kanë kallzu që të kanë therë. Pyetjen e dytë ka thonë, a o musliman? I kanë thonë, jo, është rob i Mughirës. Ka thonë, elhamdulillah që s'pas ka vënu thikë në trupin tem një musliman. Që fargajle ka dhe zë? Shqyrë që në trupin tem s'pa angullit dikush. Pse? Se Omer e ka pas që ka mundë si janë kohët ditën e gjikimit të Allah, se ku me ditë pse ky ka pas urrejtja, ose pse a ankuhe. Apo, këta djetarë kër e kanë komentu, shfarë kanë thonë, Omeri pse ka pas që këtë pytje? Se Arabët pytjen e parë, Abu Jehli pytjen e parë, që e ka po? Ka thonë, o, që bani vogël, po, ku mërin e ti mu me mbra? Qështu është kaderi Zotit të bareke ve teala. Andaj, thot Sufjan al-Thauri, 3 shtylla përbëjnë sabrin. 1, mos kallzo për musibetin tanë. 2, mos i trego dhimbjet e tua. 3, mos e lavdro vetën. Sepse, shiko dhe zë, kur njeri për shembull e ka një vlerë, edhe njerëzit nuk ja njohin, me shka du të me menaxhu që ta që s'po ta njohin? Me sabër se këtë punë dorë Zoti e ka. Wallahi me dorë Zoti 8 miliard njerëzit njohin, po me dasha zgrejot e s'njef. Apo, këtë punë e Zotit të.
Fudhejl ibn Iyadhi rahimahullah ka thonë vallahi e di kur kam bë gjuna me reagimin e gryes teme, edhe me devën teme. Ka thonë çka ka lidhje devja dhe gruaja? Ka thonë ka lidhje. Ka lidhje. Se Zoti këto më nënshtron mua sa I nënshtron unë atina. Njani për parët muslimanëve ka pas një rob, edhe se ka ngutish, ka qenë me një punë se ka nguë. Tjetra ju ka mbledh. Edhe në fund, pra ka dash me e qërtue, në moment ju ka kujtue. Ka thonë, shkobe je I lirë. Ka thonë, po pse unë e ka bova? Ka thonë, se gabimet I kam në ndaj Allahit. Unë se ngova zotin tem, ti se ngove shefin tam. Kjo ka që është e thjesht raporti. Andaj, njëra prej lojeve apo definicionet të sabrit është edhe kjo që ka përmendur Sufjan el-Thauri. Gjithashtu njëjtë ka ardhur nga Aliu radhiyallahu an, se ka thënë Aliu radhiyallahu an, min ijlalillah wa ma'rifati haqqihi alla tashku waj'ak wa la tadhkura musibatak. Ka thënë Aliu radhiyallahu an, për madhnimit të Allahut dhe njohjes së hakut të Allahut subhanahu wa taala është që mos t'i ankohesh kërkujna për dhimbjet e tua. Mos ju anko kërkujna për dhimbjet e tua dhe mos I kallzo kërkujna për musibetet e tua. Mos I kallzo kërkujna për musibetet e tua. Andaj kjo është prej asaj që ka përmendur dietarët në këtë kontekst. Tani vëllazër, kjo është çka ka të bëjë me definicionin. Tani durimi është një varg veprash që të cilat këtë janë durim, mirë po në raport me atë çka durohet e merr emrin e ndryshon. Do ta shohim tani më qartë. Sabri ka shumë emra. Sabri ka shumë emra. Ndryshimi I emrit të durimit vjen si rezultat I ndryshimit të raportit të frenimit ndaj asaj vepre. Për shembull, nëse sabri ndaj epshit të ndaluar, që ka të bëjë me organin gjenital, për shembull njerëz ban zina, apo dhe këtë këto janë frenime, durim. Mirë po, kur të ka të bëjë me organin gjenital, I thojnë iffe, moral. I thojnë dëlirësi. Iffe, është kur ti, që kur ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu I ndihmon një njerit I cili martohet li yeta'affaf, ta ruje moralin, mos bëjë zina. Apo, e tani vëzër, kur njeriu bën sabër karshi zinajës, I thojnë moral. Apo, e kundërta zinaja. Zinaja me fjalë tjetër çfarë? Mos durim në organin gjenital. A ne vini re, kemi durim dhe mos durim. Durim, mund është me shujt një pjesë këtu, durim në altë, krejt emrat e poshtë këtë janë me durim. Këtu e shun mos durim, krejt emrat e poshtë janë mos durim. Mirë po kemi në pasë një varg veprash, në raport me atë që ka frenohet, e ndron emrin. Për shembull, tjetër emër. Nëse njeriu vëllezër për shembull e frenon vetveten nga epshi I barkut, nuk ha shumë, nuk zhytet mu shfrenue në ushqim. Çka I thënë kësaj? Shiba'un nafs, ngopsi. Ky ngopto, nuk zhytet me ëngër çish ti kujtohet. E kundërta cila pangopsia. Pangopsia. Mirë, ngopsia dhe pangopsia, hekja u emrat ngopsis dhe pangopsis, qysh mëna me javnu tjetër? Durim dhe mos durim. E sheti bukën, apo edhe do me hangër ketë, po e hafesh një dilim, një copë. Që që I thonjë qësaj, që se hangër ketë tjetërën? Ka da, nuk me hangër krejtë, se jam shtazë. Andaj shtazët nuk ka mundësi me e kontrolu vetë. Nëse për shembull vëzër ka të bëje durimi me fjalët, për shembull me llafazanari, së në nalë njëri goje niç, apo ki po ka njerëz për shembull, nuk e ka gajle për shembull çfarë mezlisja, apo ka një ma dishim se ai, apo ma hafëz, apo ma hoxha, apo ma dietar, apo ma profesor, nuk ka njerëz për shembull nuk kanë si maci, apo nis dikush me vol trakin mohabet, tjetrit trakin. Pra e merr kryesin e fjalimit. Kësaj I thënë tharthara. Apo të na në gjuhën tonë përkthehet lomot. Lomotitja. Fol, i snalet iq. Apo e mirë, nëse njeriu vëzër e frenon vetveten e vet në këta, apo edhe ka një lloj dopti, I thonë çfarë? I thonë njeriu për shembull I cili
është i matur në fjalët e veta, maturi. E kjo maturi, o vëllezër, çka realisht nëse hek në fjalën maturi, çka i vje? Durim. A e kupton, o vëllezër, pse Allahu ka thirrur non stop vazhdimisht në sabër? Sepse krejta vlerat, nëse u hek në emnat, edhe të secila vlerë emnojnë në emnin durim, ka llop i ban. Madje Ibn Qayyim el-Juzeyri thotë, në këtyre vlerave, nëse ti u hi në thellësi, apo moralit, maturijës, butësijës, thotë nëse hi në thellësi, ajo durim, ajo sabër. Andaj Allahu subhanahu wa taala ka kërkuar vazhdimisht për besimtarëve sabër, dhe ua ka premtuar xhenetin kujna sabërlive, sepse sabërlit janë kanë njerëz të cilët e kanë plotësuar këtë varg virtytesh. Për shembull, nëse njeriu për shembull ka sabër që mos të zgjerohet në llastosjet e çejfeve të kësaj bote, mjaftohet me pak. Si i thonë kësajna në gjuhën e fesë, i thonë zuhd, zahid, apo e përkthejmë na asket. Apo asket çka i bie? Durimtar. Zdo mujit në çejfet e kësaj boteve, edhe është asket, është zahid. Zuhd është mos lakmi, mos dëshirë për të zgjeruar në çejf. Mirë, po kjo bëhet me durim. E kundërta si është, vëllazër? Hirs, dëshirë e flakt. Apo sa ta shohë diçka, ta kam edhe çta, edhe çta. Kjo është pangopsi. Kjo është pangopsi në dëshirat e kësaj bote. Mirë, nëse vëllazër për shembull njeriu mjaftohet me riskun që ka dhënë Zoti. Çfarë çka i ka dhënë Zoti, e ha edhe është i kënaqur. Apo si i thënë kësaj, në gjuhën arabe i thënë qanaa, është i mjaftueshëm. Mirë, nëse i thënë për një njerit është i mjaftueshëm, apo ka vetë mjaftueshmëri, që kjo, nëse ja hek në çketemën, i vlen në tjetër, çka i thëna? Durimtar, sabërli. Apo e kundërta e mjaftueshmëri, cila o vëllazër? Kur njeri s'mjaftohet, si del mjaft, është i pangopt. Ja, thot, unë i me shpia, ma të se ki po të filanit, unë i me që ati një kërë, sa me hec, ka tërguma, i ki po kur do me në nëshme, i ka një ka tërguma që ati, do të ne që të vogla. Por këta si u dhe simtarët me pas, mjaftueshmëri, a kjo bëhet me sabër. Mirë, nëse përshimë vëllezër, njeriu e frenon idhrimin e vetë, nervozën e vetë, edhe ka temperament, i del flaka, edhe e nalë këtë hidhrim. Si quhet kjo? Quhet hilm. Hilm. I thojnë maturi, apo i thojnë përmbajtje, përmban vetë vetën. Hilm. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur është përshkruar në nga Enes ibn Malik dhe të tjerë sahabët pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka qenë shumë i matëm. Së ne ke provokuti ata me çka dushti. Apo çka dushti me bazba, ai sa provokua. Pse? Halume është shumë i përmbajtshëm. Është shumë i përmbajtshëm. E kundërta e kësaj, cila vëllazër? Nxitim. Nxitim. Por këtë arsye ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam një hadith, me hadithi është i diskutuar, mirë po kuptimin e ka përmendur Sheikhul Islam Temia dhe Ibn Qayyim el-Juzeyri, ka thënë alayhi salatu wasalam se ngutia o pi shejtanit, a përmbajtja o pi Allahut. El anat min Allah. Kur ti je i përmbajtshëm, ka dalë pak, prit nalu, kjo pi Allahut. Zoti nuk e do të nxitimin, ngutjen. A nxitimi kujna? Pikujna? Është pi shejtanit. E kjo çështë udhëzë me terma të tjerë, me durim, me sabër. Për shembull, nëse njeriu nuk i përgjigjet nxitësit të axheles, vetvetes, apo kur thot, "Ale më shpejt apo na", edhe nxiton, edhe shpejton. Nëse i përgjigjet kësajna, pra që ti nxitimi e frenon. Si quhet kjo vëllazër? Thabat, qëndrueshmëri. Ka dalë, ka durim. Nuk i përgjigjet axheles, nuk i përgjigjet nxitimit. E kundërta cila është vëllazër? Khiffe, menjëleci. A bana, ka dalë vëllazër. A ke menuar çto? Pasojat e kësajna. E ku del kjo punë? Apo, andaj stabiliteti që e kije karshi mos nxitimit quhet kjo thabat, waqar, njëri serioz. Nuk mund të bëjë. A mund të shkoj te mjekut midis pune, a do la pina kafe. Çfarë të hajmë mirë kërkej. Do del jashtë. Pse? Po seriozo. Apo, ka disa njerëz që janë mendje lehtë, ata doin këtë senë çështë mi po, apo. Po se ban çast madh apo.
Këto njerëz se mësohen me mendjeletësi dhe mendojnë se gjithçka është mendjelete. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u mësonte sahabët dhe seriozitetin. Erdhi një bedevi te pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe tha: e kemi marr Allahun ndërmjetës të ti. Allahin subhanahu wa taala e kemi marr për ndërmjetës, sikur ti kur e merr një mësit edhe e çon te filani. Ai do këshir, çka ta kam provuar me masos ti punën. Për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mundet me bësh shefat te Allahi. Që ta kuptoni çka ka thonë ki bedevia, çish ja ka mësuar pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam seriozitetin. Për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, unë kam shefat ditën e Kiametit. Shefati jam është për njerëz që bojnë gjuna të mëdha. Apo. E tani, pejgamberi alayhi salatu wassalam gjuna çari Rabbul Alamin. Pejgamberi alayhi salam mundet me elut Rabbul Alamin, Zotin e Madh, ndërmjetësim mi afal Zotit që ti gjuna çarit. Në rregull? A mundi me paramendu të kundërtën? Allahu subhanahu wa taala mi thon pejgamberi apeliron ti kët. Hajde. Ki bedevia çtu ka? Ka thënë kena marr Allahin ndërmjet të ti o Muhammed. Pejgamberi ka dalë damari. Ka thënë te drim Allah, a e dibet ti përkani të Allahu Rabbul Alamin, Allahin e ke marrë të unë ndërmjet. E kundërta po, por çemu ti më ardhi thon, Usami ai ka thënë, ja Rasulullah, kur i ka thënë, a ka mundësi mi afal se gruas ta paguajmë të me parë me çfarë prejnë dorën? Çka ka thënë? O Usama, ti janë listë Allahit të përzia. Mashallah, ka thënë Fatime me vedhja pres dorën. Fatime, edhe pse Fatime hasha wa kella zvedh, po e ka çupe në skaj që të kuptohet se kjo punë s'ka e gare. Andaj i ka thonë minjar, ja Rasulullah, lutë Allahin të më fale, lutë ti Allahin të më fale. Ama e kundërta, a mundet e kundërta? S'mundet e kundërta, nuk mundet e kundërta. E ky njeri ka arë kështu. Andaj ka thonë alayhi salatu wassalam, e të drim Allah, subhanallah, e ka lërsu Allahun subhanahu wa taala. Ka thonë nuk mundesh të me vru Allahun për mi ndërmjetësue tek na. Andaj kjo quhet vëllazër waqar, seriozitet, qëndrueshmëri, stabilitet në sjellje, e kundërta quhet taish. Taish vëllazër me fluturua. Edhe ka fluturu kament. E fluturon ki. Njerëzit e përdorin, po. Kujto se çdo sa ka fluturon? Edhe hat. Këto shprehje kreta ludojnë për çfarë? Se njeriu është mendjelet. Mirë, po këtë kjo vëllazër me çka komentohet me durim. Tjetra vëzër çfarë është? Nëse njeriu për shembull vëzër e frenon vetveten që mos ik me thirrsin e zmbrapsjes. Është për shembull me një vend, edhe ka rrezik, edhe e nxit vetja me ik, edhe kinalet. Qësoj të nalmet, që ti frenimi, që ti durimi, që i thojnë? Trimri. Trimri, apo? Shëgja. E kundët të cilë adhezër, khawar edhe gjubën. Arab të thojnë gjubën, djathit edhe tutës. Ledhëshmëria cilë adhezër. Djathit i thojnë gjubën. Edhe frigës, tutës, i thojnë gjubën. Se ftira e friga cakit bonë si gjath. I brisht, jo i prisht, i brisht, i thyshëm, edhe zverdhët. Apo, e kundër të cilë atë trimria, kur ti ki nëzitje me ik, po ndalësh, sa i thënë shegja. Që kjo dhe që kjo, qëfara, durim dhe mëzdurim. Durim dhe mëzdurim. Jo rasisht Allahu subhanahu wa taala, të ajetet e luftës, të ajetet e luftës, nuk ju thot muslimanëve mos ikni, po çka ju thot? Isbiru wasabiru warabitu. Bani sabër, ma shumë bani sabër, rabitu lidhe vetën. Apo, këtë të këtë mbojnë me mos ikje. Apo, për shemë dhe zërë, nëse njeriu nuk i përgjigjet thirrsit dhe nxitësit nga vetvetja për hakmarje, si i thënë kësaj? Falje, tolerim. E kundërta, hakmarje dhe ndryshkim. Ndroja o emnat, durim dhe mëzdurim. Ti të ka bo keq dikush, edhe ja fal. Ja fal, thonë njerëz, ja fali. Në çiket procedurë të falmës, çka ndodhi te ti? Sabër, ti bën sabër, e te kalove dhe ja fale. S'në ban sabër, do të më ndëshku, do të më hakmar. Andaj thonë Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullahu taala, në atë 20 rregullorëshin
që i ka përmenë se 20 arsye i ka muslimani që mos mu hakmar në dunia dhe mos me ushqetësu për mundimet e njerëzve. Njëra prej tyre çfarë ka përmendur vëllazër, se njeriu për shembull nuk mundet me bë sabër kur nuk e di çka e pret për shpërblimin e Allahut te bareke ve teala. Njeriu me di për shembull vëllazër, çka të keq, çka më kanë bëu këtu, ma kompenzojnë atje. Shumë më mirë. Andaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur ta shohin njerëzit e belas ditën e Kiametit, çfarë shpërblimi u jep Allahu subhanahu wa taala, kanë më dëshiruar që edhe më shumë me pas bela. Deri kur kanë më thonë, pse s'na i pas ka mundsu Zoti që në dunia me na i pre trupat ton me gërshan e na të bëjmë durim e shpërblejemi. Andaj kur njeri nuk e di se ka më shpërbli, për këtë zullumë çka të bën, për këtë padrejtësi çka të bën, ti ki më shpërbli për ata me kusht. Nëse hin në kapitullin e sabrit. Për shembull, nëse njeriu për shembull nuk i përgjigjet thirrsit për kooperaci. Ja, çka quhet kjo vëllazër? Bujari. E këshir koletën, e këshir fukaraja, i këshir 1 qinara, i këshir 50, i këshir 1000 dinar, merr të tekrit. Që kjo shkaj vëllazër? S'ki savër. Tutë, apo? Kjo tutë vëllazër shumë e keqja. Kjo tutë shumë e keqja. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njerëzit më shumë që ka lavdëruar vëllazër në raport si njerëz më shuar, por vetë se këtë musliman e kanë një fejen, mirë po, 3 kategoritë njerëzve janë kanë ato top njerëzit. Çka kanë bërë këto vëllazër? Çka kanë bërë? Pra, nëse i merr kretë lavdrata çka i ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për njerëzit. Normal se pityre ka dallum. 3 janë dallum se herë këtë 3 klasë njerëzve, sa herë i ka dallum Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se këto njerëz e ndihmojnë fejen. Cilit janë ato vëllezër? Një, ata që kanë dhënë parë. Ebu Bekri ka thënë, si Ebu Bekri që më ka bo hajr, kur kuj që ku më bë hajrë. Ebu Bekri ka thënë, një moftë Allah, ja Rasulullah. A ka thënë që shtua? Jo, që e kitë parët, mërë, ja bo. Andë vëzës, a e dini se shumica musliman sot shofin andra? Ku ta nimoj Allah i umetin. Allah ti partë e hekri ti këshirë në koletë dhe ti menon që Allah i ka me t'nimu ti edhe mua. O jo, andra po, në do po andra. Vëzër kjo met, pa lëviz, nuk mund më muni mua. Harroje që ti mundet më një mua. Andaj ka thonë pare se me vdek, si Ebu Bekrit kërkuj që kam pa hajrin. Ka thonë pare. I dyti, kush ka një ka levdru për nga mbele a.s. Ulemat. Ata që ka morë Kuranin për menç, ata që ka mësu hadithin për menç. Andaj për nga mbele ka thonë belli guanni, në të përqilën a jetët edhe hadithet pi muë. Pse? Se këta kanë me mojt vejen, ka thonë a.s. Pas meje trashëgimtar këtë kësaj që ka e kam sjellë, kush kanë më kanë? Ulemat, dietar, që të kanë me përcjell ilmin, apo para më mos më kanë ulemat, veç para më një ditë venin tan, mahallën tan, qytetin tan, për shembull, pas një hoç. Çish duket vëllazër? Çish duket? Do të çështu kanë merak. Ai inshallah thot Allahi, ja i largon këtë, apo në mend Allahi thotë kjo fatkeqësi, që s'di njerëz çka kanë të fol, apo thotë. A mund të para mos çka kishin ditë njerëz asnjë sens që kishin ditë bifes. Në xhallar dule matë dhe çata kanë përcjell. Apo edhe tjerë kush janë vëllazër? Ata që kanë luftuar rrugt Allahu xhelal xhelal. Allah për shembull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pas të veçantë Khalid ibn Walid, Abu Ubaida ibn Jarrah, Amr ibn al-As, Omar ibn Khattab, Ali radhiyallahu anhu. Ka nis një ekspedit, ka thonë Aliu e merr këta. Pse? Ka stabiliteta, ai ofron siguri. Dhe kur këto të trija janë bë bashk, vini re. Këto të trija janë bë bashk. Ilmi, pasuria dhe fuqia e komandantëve, çka ka ndodhur zër? Ka ndodhur kjo përhapje që ka ndodhur në Islam. Allahu inshallah e kthen kënaqërinë e umetit që ti ka kanë ya rabbal alamin. Mirë po, jo me pa ëndra vëllazër. Hin këshir ëndra. Sot është diçka interesante vëllazër. Sot njerëzit leçi këshir ëndra. Ëndra, apo inshallah Allah i ndihmon. E na shpesh herë çujm kët ëndrën me këto gjune e re, sa tërë s'ka pas, na e çujna mësin film apo. Vëllazër, edhe film me marutush me pas kamerë. Edhe filmin me e bo, edhe filmi do pare. Hajde bandë një film pa pare. Shko vetë të shkapojnë filma, do të vallë hajtë sa pare t'i kumështije. Filmin me pare ka bo. Kur filmi zbohet pa pare, realiteti? O filmër e sunë balë. Asë në YouTube me rejtë së ndel pa pare. S'munët pa pare me po kur gjo. Para me në realitetin ti me shtinje pak më në tanë, diçka pozitive. Po zbohet ba jo pa. Në ka mundësi, apo. Këshirë lëvizën dë një, vëzër. Ja, këshirë lëvizën dë një. Parja e banë.
Po, parja e ban. Ta bje autoritetin, parja ta bje. Pin një shtet tjetër, pse? Parja e ban. Me kana i shtet fukara, a më vjen, s'vjen. A ma o shtet i pasur, e së një ban zonë, së një ban. Për këtë arsye o vëllezër, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këto tri kategori i ka veçu. Mirë, kur njëri nuk i përgjigjet kooperacijes, çish i thonë? I thonë gjud. Me dhanë shumë gjede, është e ka shlue. E kundërta është kooperacia. Hekja o emrat, bujarijës edhe kooperacijës. Çka mundesh me vënu? Durim dhe mos durim. I bëhet dora 300 kg të nxerr pikoletës. Edhe 300 të poshtë, s'del, apo nuk del. Ndërkohë që sahabët e pejgamberit, ose amunin para mendu, shpeshar kur i lexoj hadithin, shpesh për në për librat bjen, ku Ebu Bekr Siddiku i ka marrë këtë parë dhe ja ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Asnjë hekër të vogël se ka lënë të shtëpia. Shpesh njëri mundon, çish e ka baba këtë punë. A mund të para mendu, na më bëni ditë këtë punë. Tu e nis pitë gruaja jote. Nonë bab këtë halë, teze, aqëka, mledhëm bashkë me qumë bardovcë. Budala këtë. Këtë parë që e këna mledhë i ka quë. Këtë budalëve të mëmë. Na dëshmojna para doktorit se e budalë. Shkruja me njerë. Ebu Bekr Siddiku radhiyallahu këtë parë i ka morë. Ja rasisht me mësën publike ka vetë. Ej, fëmijët kujtja lave? Ka thënë Allah i dhe pejgamberi sallallahu. Allah i dhe pejgamberi sallallahu. A ja kupton vëzë se sa largë njerëzit janë atë e kajtë umetin ki. Që te kajtë be umetin ti e kanë vetën tane për kështë e umetin ti. Ti 2 dinarëve si ke dhanë për Allah. 2 dinarë. Ti një paqet cigarëve se nalë për i të zotit e bare këtë me dalë. Sa e ki paqetën e cigarës? 200 dinarë. 200 dinarë dhe sadaka. A më ne balë? Pa hunë e thotë me që se bim rritë cigarët që është për sadaka. Po për këtë arsye mos në kalëzot ti neve se që ka bo Khalid bin Velid dhe Abu Ubejd bin Jarrah. So marë Allah, marë. Shtrinjë kom se e ki organin. Që e ki organin qatë? Apo, mos fol për ata të zëtë. Mishë shpirit e ka dhënë, ai mishin edhe shpirit e ka dhënë. Shkat jape më shumë. A njëri jap mishin e shpiritin. Andaj, shiko, kooperacia dhe bujaria mund të përkthehen edhe me durim edhe mos durim. Për shembull, nëse njeriu nuk ha dhe nuk pi një kohë caktuar dhe një kohë të caktuar. Për shembull Ramazan, Allah na mëson me mirë Ramazanit. Si quhet kjo? Sabër. Ja. Andaj të fjalë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Ista'inu bis sabri was salat. Ndihmoni me sabër edhe me namaz. Disa për komentatorëve që kanë thënë, ndihmoni me sabër e i bis siyam, agjëroni, faluni, keni me mërije të Allahu subhanahu wa taala. Andaj, nëse e zbërthej me emër tjetër agjërimi çka i bie? Sabër. Apo andaj, që të e le bukën, ban sabër deri në iftar, pisi vir deri në iftar, çësaj procedure i thonë agjërim, çësaj procedure i thonë edhe durim. A e kupton se këtë jetë durim? Këtë sabër. Gjithashtu vëzër, nëse njeriu për shembull nuk i përgjigjet thirrësit të përtacisë. Nuk e zë gjumi, nuk ligët, apo e merr Kur'anin me lexue, e mshel, pse i flihet, apo vjen ders, goja dihet, gjumi më i lezetshëm në ders, apo e kështu me radhë, kjo çka quhet pllokshti, dembeli, apo një faqe me zëse e lexon. Ahmed ibn Hanbali rahimahullahu taala, sa e ka lexuar Kur'anin, sa e ka bëu hatmën. Kjo më vëzër, fatkeqësi shumë është larg për asaj që na e ndrojna. Nuk ka mujt me mrije 7 ditë që pa e bo hatë me Kur'anin. Gjdo 7 ditë. Gjdo 7 ditë. Ndërkohë që neve shumë e thjeshtë të lezërë. Apo, sot Zotë elhamdulillah ka mundësue me rritet e ndryshme. Ti e ki telefoni, ta mundëson ati me të kalzue sa hatë e ke përdor Facebookin, sa hatë YouTube'un, sa minuta Telegramin, e tjerë. Apo, hinë këshire, ko përgjithsi që sa e ke përdor me në 24 orëve telefonin. Shtene ati të WhatsAppit, të Facebookit, të Instagramit, të këtë ato rrjetet që e ki, edhe Kur'anin. Shumë e thjeshtë. Sigur që e hinë Facebook, apo në fund kalzone, e shtrajnë, ajo kompjuter. Thot 1 orë 4, apo është një studim që e kanë bëhe, të ujtë, për humbjen e ndjesijës gjatë përdorimit të rrjeteve. Edhe kanë bëhe një test.
I kanë thonë familjarëve, na kena me testu këtë djalin sa orë rri në rrjet social. Edhe i kanë thonë, sa po thuti që rri? A i thot gjysore, thot maksimum 40 minuta gjysore. Në rregull. Nisja. Edhe ta nditën. Edhe 2 minuta, 3 minuta, 5 minuta, 10 minuta. Apo? Shka më interesant dhe zër? Kjo ka zonë mësani pastaj. Po kanë dëshmua dhe familjarët. Po është rrjet social, sondash. Edhe aj nen për mi 8 nanor. Po jo ka zonë, 9 orë ka nejt. Edhe ta shithën këtina, para se mja ka dzu sa ke nejt. Thot sa nejt e sot? Thot gjysore 40 minuta. Nes, që këtë dit gjysore 40 minuta. Që shka i thënë? Nuk ka të rrejt. Vini rej vëzër, nuk ka të rrejt. Pse nuk ka të rrejt? Ndjesia e këti janë veç gjysore që ka nejt. Shpirti këti ja ka lezu gjysore, apo? Mirë për i thënë këshire? Nën sa hatë ke nejt. A ja kupton vëzër? Sa e rëzikshme o kjo? Ti për një met duket, po shaloj gjysore ka nejt. Po ve po, ato du duk gjysore, nën orë ke nejt, 12 orë ke nejt. E tani vëzër, nëse na e këshmi matë qështu, mrena javës, mrena mujt, sa i lezove vëllë Kur'an, sa lezove? Apo? O vëzër, na sa hatët që ka i kalojna në Facebook, pilot be këshe mujt mu bo. Jo be shoferi i kamionit, pilot këshe mujt mu bo. Jo hafëz i Kur'anit, edhe i haditheve, veç me mujt që aty me shti edhe një opcion, edhe minutet e Kur'anit. Allah na mundsof që Rabbul Alamin. Po këtë asyjo dhe zër, nëse njeriu nuk i përgjigjet thirrësit për dëmbeli, kjo quhet çfarë? Kjo quhet përdorim i kohës edhe shfrytëzim i kohës. Ndrojo emrat, për shembull, i thonë i zellshëm edhe i pllokësht, dëmbel. Apo nxanc i mirë, i gjallë, edhe nxall i lodh. Çish quhet kjo më tjetër? Ki ka durim me punu, ki s'ka durim me punu. Eksë më radh, Ibn Qayyim el-Jauziyja dhe tjerë ulemave kanë thënë se çdo vepër e mirë e cila quhet virtyt të njerëzit, apo e ka thirr Kur'ani apo suneti i pejgamberit alayhis salatu wassalam, thot kret këto emri përbashkët i këtyre është sabër. Pra merri vëzër këtë veprat që cilat duhet na me i bë në dunjë, pe veprave të mira. Dhe këtë veprat e liga në të cilat na janë thirr Milan ato, emri përbashkët i këtë që ti qësoj lëvizje të madhe të motorit, që quhet sabër. Me sabër vëzër e mrin njeriu gradën e lartë Allahu subhanahu wa taala. Elusim Zotin e Madh te bareke ve teala, që Allahu xhelalat na jep sabër, na jep sabër me lexu Kur'anin, na jep sabër me lexu hadithin e Muhamedit alayhi salatu wasalam, na jep sabër me mësu fen, na jep sabër me zbatu fen, na jep sabër Allahu te bareke ve teala në hidhësit e kësaj bote, na jep Allahu subhanahu wa taala sabër që ti kalojna gjërat të cilat duhet ti kalojmë në jetën e kësaj bote. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Zoti jon xhelel xhelaluhu na mundson që ta mrim muajin e Ramazanit, pasi që edhe e kemi afër sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam 6 muaj përpara kanë bërë dua dhe janë përgatitur për me mri Ramazanin. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu ti fal gjunaat tona. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.